Mjeku je urdhër. Hani me njëherë këto ushqime, do shpëtoni nga kapslëku. Ekzistojnë disa arsye pse ndodh, por ngrënia e ushqimeve të duhura për kapslëk nuk ndihmon vetëm lëvizjen, por edhe rritjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ballafaqimi me kapslëkun mund të jetë mjaft i pakëndshëm. Nëse 3 herë në javë ose më pak keni jashtëqitje ose jashtëqitje të vështira, ndjeheni sikur lëvizjet tuaja të zorëve janë jo të plota, ose në përgjithësi ndjeheni të fryrë dhe të bllokuar, ndoshta është koha të merrni disa masa shtesë për të marrë më shumë kujdes për sistemin tuaj tretës dhe për të lehtësuar shqetësimet tuaja të kapslëkut. Dy nga lëndët ushqyese më të rëndësishme për të marrë në dietën tuaj kur keni kapslëk janë fibrat dhe probiotikët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mënyrë ideale, duhet të synoni të merrni diku midis 25 dhe 35 gram fiber në ditë. Nëse nuk keni mësuar të keni kaq shumë në dietën tuaj, filloni ngadalë dhe rrisni gradualisht dozën, duke qenë të sigurt që do të konsumoni shumë lëngje gjithashtu. Por cilat janë ushqimet më të mira për kapslëkun? Siç mund ta shikoni, të kujdeseni për aparatin tretës është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për një bark të lumtur, por edhe për një trup më të shëndetshëm. Dëgjoni me vëmendje listën e mëposhtme të ushqimeve që mund të filloni të përfshini në dietën tuaj për të ndihmuar veten në luftën kundër kapslëkut sipas Healthline. Këto janë ushqimet më të mira të cilat do ju ndihmojnë të lehtësoni kapslëkun. Farat chia. Farat chia janë një nga ushqimet më të fuqishme natyrore. Ato janë të ngarkuara me fibra që përmbajnë gjithashtu edhe 10 gram në vetëm 3 lugë. Edhe më tej, farat chia përmbajnë lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme si acidet yndyrore omega 3, kalcium dhe hekur. Kumbullat e thata. Ju keni dëgjuar disa histori të grave të vjetra rreth kumbullave të thata dhe kapslëkut, dhe ato nuk janë vetëm mite. Ato përmbajnë sasi të mirë të fibrave dhe mund të ofrojnë rreth 8 gram për një gotë. Kështu, kumbullat e thata mund t'i shtoni në dietën tuaj ose në formën e çajit të kompostos ose t'i konsumoni ashtu siç janë. Mollët. Një mollë në ditë mban kapslëkun larg. Mollët përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme dhe një frut në madhësi të mesme me lëkurë me rreth 4.5 gram fiber. Lloji i fibrave në mollë quhet pektinë, e cila fermentohet shpejt në zorë dhe formon acide yndyrore me zinxhire të shkurtra që rrisin edhe prodhimin e bakterieve të mira të zorëve, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin tuaj të problemeve të jashtëqitjes. Bishtajoret. Bishtajoret si fasule, thjerza dhe qiqërat kanë një sërb përfitimesh shëndetësore. Është mirë t'i përfshini ato çdo ditë në dietën tuaj, duke qenë se janë të pasur me fiber, protein, vitamina dhe minerale. Vetëm një kup me fasule mund të shtojë 5 deri në 15 gram fiber dhe sallata, supa ose tava që përgatisni, në varësi të fasuleve që doni të përdorni në dietën tuaj. Brokoli. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim shumë i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave. Brokoli parandalon dhe ul riskun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundje të zemrës, diabeti tipi 2 dhe lloje të ndryshme të problemeve. Konsumi i tij është gjithashtu i rëndësishëm për tretjen. Shtoni një kup me brokoli të gatuar në drekë ose për drekë për të marrë 5 deri në 6 gram fiber shtesë. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme që ndihmojnë në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorrës dhe jashtëqitjen e menjëhershme. Shtimi i bollgurit në dietën tuaj do të jetë një ushqyes i cili do ju ofrojë një lehtësi më të mirë të tretjes. Spinaçi. Një kup me spinaq siguron 4 gram fiber që përmban magnez, një mineral që ndihmon edhe me jashtëqitjen e rregullt. Magnezi gjendet shpesh edhe tek laksativët, megjithatë është i pranishëm edhe te ushqimet të ndryshme dhe këto të dyja janë gjithashtu shumë të sigurta për shëndetin tuaj dhe për organizmin. Frutat e thata. Përfshini çdo ditë një grusht me fruta të thata si fistikët, arrat, bajamet në dietën tuaj, ose gjithashtu edhe në shëndetin e përgjithshëm këto produkte efektive. Ato janë në një burim shumë i mirë i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme dhe nuk mungojnë as fibrat. Një kup e vetme me bajame siguron 9 gram fiber. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj.
2 lugë gjelle me fara liri shton 4 gram me fiber. Manaferrat, boronicat, gjithashtu edhe luleshtrydhet janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve të tyre. Ato ja ofrojnë edhe trupit tuaj një zgjidhje më të mirë lehtësuese për organizmin. Gjysmë kupe me boronicë në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, prandaj siguroni t'i konsumoni ato si duhet në dietën tuaj. Është e rëndësishme që në dietën tuaj mund të shtoni edhe dardhat, si një zgjidhje mjaft e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Dardhat janë të pasur me antioksidantë dhe vitamina. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrave dhe elementeve ushqyes, prandaj shtimi i tyre në dietën tuaj është një mënyrë e lehtë për të lehtësuar tretjen dhe jashtëqitjen. Një dardhë madhësi mesatare siguron 5 gram e gjysmë me fiber. Gjithashtu, edhe frutat e thata janë një ndihmë shumë e mirë për ju. Nëse po kërkoni për një ushqim të shpejtë për të lehtësuar edhe problemet e tretjes, konsumoni kumullat ose fiq të thatë. Ato janë të pasura me fibra. Një gjysmë kupe me kumullat të thata ka 6 gram fiber, por përmbajnë sorbitol dhe fruktan, sheqera natyrale që kanë efekte laksative. Ndaj, siguroni të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte të larmishme, sidomos në rast se keni probleme kronike. Por mos harroni më të rëndësishmen, konsumoni ujë vazhdimisht çdo ditë. Uji është laksativi më i mirë që ekziston, pasi ai nuk ka efekte anësore. Pirja e tij që në mëngjes herët me stomakun bosh, i ndihmon zorrët të bëjnë sa më mirë punën e tyre. Kosi gjithashtu është një tjetër produkt i rëndësishëm. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga produktet e qumshtit kur jeni kaps. Megjithatë, kosi është një përjashtim dhe ky rregull për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë probiotikëve. Fasulet e zeza mund të shtohen në dietën tuaj. Fasulet e zeza janë një burim i bollshëm i fibrave të tretshme, që përmbajnë të paktën 15 gram në vetëm një filxhan prej tyre. Ato mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për trupin tuaj. Këto bishtajore janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Nëse jeni kaps, këto fasule të shijshme duhet të jenë me patjetër në pjatën tuaj ushqyese. Kumullat. Ato përmbajnë substanca të njohura si laksativ natyror që ndihmojnë në kontraktimin e muskujve. Kumullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një alkool me sheqer që mund të shërbejë gjithashtu si laksativi më i miri i dietës suaj. Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm nëse hahet në mëngjes dhe vjen në lëvizje zorën dembele. Andaj shtimi i tij në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike. Dredhzat ose luleshtrydhet. Farat e vogla të luleshtrydheve janë ato që japin atyre përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni një adhurues i luleshtrydheve, një banane e pjekur do ju jap afërsisht të njëjtat vlera në sasi. Bajamet. Siç mund ta dini, bajamet janë plot me yndyrra të shëndetshme dhe ushqyese të ndryshme. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme. 2 grushta përmbajnë rreth 3.5 gram. Aloe vera. Aloe vera e bën mirë shumë funksioneve fiziologjike ndër të cilave edhe sistemin tretës dhe veçanërisht edhe për zorrët. Farat e lirit. Liri është një burim i zhdërvjellët i fibrave. Farat e lirit mund të shtohen pothuajse në çdo lloj ushqimi ose tipini. Një lugë gjelle me fara përmban gati 3 gram fiber të tretshme. Drithrat me fibra të larta. Mëngjesi është një mundësi për të sulmuar kapsllëkun. Shmangni ushqimet e mbushur me sheqer dhe shtoni drithrat që përmbajnë të paktën 5 gram fiber për racion. Bollguri. Për mëngjes, bollguri është një zgjedhje e shkëlqyer për një gamë të saj të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Përveç ndihmës për të pasur një zemër të shëndetshme, bollguri ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe lehtëson tretjen. Një filxhan kafe me bollgur përmban 3 gram fiber të tretshme. Buka integrale. Buka integrale është e ulët në yndyrë dhe e lartë në fibra dietike dhe karbohidrate komplekse, atributet ushqyese që mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Feta mesatare përmban mesatarisht 2 fishin e sasive të fibrave që ushqyen edhe krahasuar me fibrat e bardha. Ndaj sigurohuni të konsumoni ushqime të duhura për një sistem tretës më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu problemet e kapsllëkut. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë